Më 15 korrik të vitit 1998, në luftën për lirinë e Kosovës me forcat okupatorit serb, ra për të mos u vdekur kur komandanti UÇK-s Remzi Ademaj Petrit Kodra. Sot me rastin e 28 vjetorit të rënies së këtij komandanti, shoqatat e dala nga lufta dhe komuna e Prizrenit organizuan shënimin e 28 vjetorit të rënies, ku fillimisht në orat 10 u bën homazh në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ku morën pjesë ish luftëtarë, bashkëluftëtar të komandantit, familjar të strukturave të larta politike, si deputet në këtë përjetim ishte edhe kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, nën kryetari i komunës Kujtim Gashi, përfaqësues të policisë së Kosovës, ushtrisë së Kosovës dhe bashkëveprimtar nga Mërgata. Nga aty nderim u bë edhe në vendin e rënies në fshatin në Shec, në rrugën për në Grashdanik, ku ra për të mos së vdekur kur. Kurse në ora 11 u vonë buqeta lulesh tek monumenti i lirisë, ku është shtatorja komandant Remzi Ademaj. Pas kësaj, kryetari Totaj tha se jemi këtu për të nderuar figurën më të nderuar të luftës dhe historisë më të re të Kosovës, komandant Remzi Ademaj. Gjaku i komandantit dhe të ranëve të tjerë tashmë, kur këta trimat e lirisë çdo ditë po fyhen e po për ulën padrejtësisht, kjo neve na detyron që ta bëjmë edhe më shumë për këta. Po kjo është një ditë e veçantë, edhe sot me një numër relativisht madh kemi dalë për me nderu jetën dhe veprën e komandantit Remzi Ademaj, alias Petrit Kodra. Mendoj që ky vit është ndoshta me vlerë të veçantë, sepse po e shohim që shtetësia e Kosovës, Republika jonë, po ka sulme nga më të ndryshmet, nga njerëz të pandërgjegjshëm dhe nga armiq të shumë. Prandaj nderimi i jetës dhe veprës të kategorisë së Remzi Ademajt, përveç se nderon atë, e jep edhe një mesazh se na jemi këtu për të mbrojtur këtë shtet, për të mbrojtur këto institucione, edhe nuk do të ketë kompromis. Prandaj është shumë e rëndësishme që përveç dhënies lavdisë për jetën dhe veprën, të japim edhe mesazhin që nuk do të ketë kompromis, nuk do të tërhiqemi, do të mbrojmë me çdo kusht këtë shtet tonë, këto institucione tona, sepse Remzi Ademaj me shumë shokë tjerë kanë sakrifikuar jetën që na të kemi këtë shtetësi. Po gjithsesi, domethënë konsiderata është tepër e madhe për këta njerëz, për sakrificën e tyre edhe për historinë tonë. Komuna po bën mjaft, a mund bëj edhe më shumë se kaq? Po komuna zakonisht i ka parasysh këto momentet më të rëndësishme të historisë tonë më të re, edhe gjithmonë dalim i nderojmë jetën e veprën e personave që kanë kontribuar shumë. Komuna kish mujt bëj edhe më tepër, sikur mos të kishim pas një qeveri e cila në çdo hap edhe në çdo variant tenton me ne uzurpu kompetencat tona. Prandaj komuna bashkë me komuna tjera jemi duke organizuar edhe në kuadër të asociacionit të komunave që të mbrojmë të drejtat e komunave, të mbrojmë pavarësinë e komunave, të mbrojmë veçeverisin lokale, edhe pastaj kishim mund të bëjmë edhe më tepër për gjithë qytetarët, po edhe për me nderu jetën dhe veprën e luftarëve të lirisë edhe të shmorëve të kombit. Kryetari i OVL-s Dega në Prizren Isa Berisha tha se sot po përkujtojmë njeriun e madh të luftës së UÇK-s, komandantin për të cilën skemi çka mos po së lavdi gjithmonë qoftë mbi të. Tash kjo kategori luftëtarëve është duke u etitektuar në mënyrën më të ulët të mundshme. Prandaj ne kërkojmë që Parlamenti ta miratojë ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës, tha Isa Berisha. Është vërtet që ne po përkujtojmë rrëmjen e komandantit Remzi Ademaj, komandant Petriti, i cili pa rreshtur kontriboi, veproi edhe më në fund u fiju për këtë Kosovë që ne të jetojmë lirshëm. Remzi Ademaj nuk ka nevojë shumë të voli, pasi që Remzia ka qenë një veprimtar i hershëm, i burgosur politik dhe më në fund themelues i celulave të para të ushtrisë qendrore të Kosovës në rajonin e Vrinit, e përkatësisht me rekonstruimin e ushtrisë qendrore të Kosovës e mbrojtë edhe komandanti i zonës, ku duke kthyer nga mbledhja e cila është mbajtur në Kleçk bie heroikisht në fshatin Ashec. Kështu që neve na mbetet gjithmonë t'i përkujtojmë si organizatë dhe si shoqëri, t'i vlerësojmë këto vlera, t'i respektojmë, t'i nderojmë, pasi që në saj këtyre vlerave, këtyre dëshmorëve ne sot frymojmë lirshëm, jetojmë lirshëm, mirë po sot jemi duke jetuar në një kohë pa kohë, duke ditur që këto vlera të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe sidomos ushtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës janë duke kaluar një moment jashtëzakonisht rënd
pasi që janë duke përballur me lloj-lloj etiketime, me lloj-lloj shpifje, me lloj-lloj pa thëna, pa hëna, kështu që mbetet e rrugës që në të ardhmen sa më shpejt me konstruimin e Parlamentit të Republikës që këto vlera të mbrohen me ligj dhe të vlerësohen me ligj. Ne gjithmonë kemi kërkuar që këto vlera ta kenë vendin e merituar, të mbrohen me institucione e jo me fjalë dhe me individ caktuar. Ne shpresojmë që kjo do të ndodhë shpejti, po spari duhet që Parlamenti i Republikës të konstruohet. Neve gjithmonë do t'i përkujtojmë, do t'i nderojmë dhe lavdia i takon dëshmorëve. Vëllau i komandantit Hamid Ademaj tha se kjo datë na rikujton lavdin, e po kështu pikërisht kjo datë është një ditë krenarie, tha ai. Muj vetëm ju përshëndet gjithë pjesëmarrësit, një falemnderue se kjo ditë e sotmit është ditë e veçantë që t'jep emocion, t'jep dhimbje, t'jep të përzira, por mbi të gjitha është krenaria që i mbulon të gjitha dhe jemi këtu që jemi. Bashkëveprimtari i hershëm që nga Mërgata, Muharrem Avdyli, tha se nga vitet e hershme 1973 njihem me Remzion, çka të flasim për të. Ai ishte një ndër ata që kur nuk ndaloi të punoj për atë. Me Remzi Ademaj nihëm qysh në janarin e vitit 73, kur ka ardhur për herë parë në Gjermani. Unë jam kanë një vit para tina, po për asaj dite që ka ardhur në Gjermani, deri ka rënë bërë, kemi qenë bashkë në punë, bashkë në veprime, bashkë gjithkund. Po fati tina, ndodhi si ndodhi, ka qenë shok, ka qenë trim, ka qenë advetar i flakt, dhe gjitha me Remzin nuk i mujt me milet më që kekun. Sot 28 vjetë më pas u përkujtua me nderim dhe krenari jetën, veprën dhe sakrificën e komandant Petritit, i cili dha jetën për lirinë e Kosovës, lavdi jetës dhe veprës së komandant Petritit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit.